Nga stadiumi Niko Dovana i qytetit Lushnjës, drejt për drejt nga rrjeti i radio televizionit shqiptar, një fitore e thellë dhe e merituar e TU-s së Durrësit, ndërkohë regjia në ndihmon me gola të shënuar. Janë 8 gola të shënuar në këtë ndeshje, kur natyrisht veçohet Joel, i cili ka shënuar 4 gola, 2 në pjesën e parë dhe pastaj 2 të tjerë në pjesën e dytë të ndeshjes. Gola për TU të shënoi edhe Samp, edhe Gjafa, kështu që mendoj ndërrohet e shikues duke përfunduar këtë transmetim me këtë gole, pra që kemi parë një ndeshje me bollëk golash, me emocione, një lojë mirë e TU-s, natyrisht u mundua Lushnja të bënte diçka për ta përballuar TU-n, por ambicet drursake tregojnë jashtëzakonisht shumë në këtë fillim të pjesës së dytë, ka paralajmëruar Sorrentino. Të presim se si do të zhvillojë ecuria e TU-s në këtë fazë të dytë, por gjasat janë të mira dhe do ta shikojmë pra në transmetime të tjera lojën e TU-s, por theksoj se në këtë ndeshje u dallua Joel me shënimin e 4 golave. Këtu të nderuar teleshikues do ta përfundojmë këtë transmetim nga stadiumi Niko Dovana i qytetit